që konkurrojnë me gra, domethënë ju shihni video apo video sikur janë gra, domethënë. Po sigurisht gra vetë deklarohen gra dhe me lejohet vetëm se emëroj pak publikun, pas pak do të ndjekim një video, është e mbrëmjes së djeshme e presidentit Donald Trump, ku adreson pikërisht këtë çështje, transat që futen në sportet e grave dhe në kompeticionin e peshngritëseve femra. Që sigurisht nuk ka asnjë shans që të konkurrojnë gratë me një shtangist burr, po besoj kjo ka një moment që bota perëndimore u zgjua nga kjo çmenduri kolektive? Absolutisht, që ka moment. Edhe ky moment ka ardhur me ardhen e presidentit Trump. Pra ajo vorbull, ajo valë që ai ka prodhu, ka mundësuar që në shumë vende të botës kjo punë të rikonsiderohet. Vjen Shqipëria tash dhe shkon kundër rrymës. Mas filaf, si shumë gjëra të tjera shkon kundër rrymës. Pra ndërkohë që gjithë bota po rikonsideron dhe po ore ka një realitet biologjik aty. Pra kemi sy mball dhe shohim çfarë janë, a janë burra, a janë gra. Këto ne mrapsh dallohet dhe kjo, dallohet çdo gjë, ja. Kjo këtu. Jo kemi. Edhe mjeka as sa më lot dot edhe. Edhe mjeka sa më lot dot. Kështu që domethënë vim këtu dhe vjen ky ligj. Jo vetëm kaq, po ligji është jashtëzakonisht agresiv. Po ja po them të se janë përpjekur shumë ta zbusin pak këtë ligjin. Janë përpjekur ta zbusin e krijojnë edhe konfuzion, që është e gjithë filozofia këtyne. Me kriju sa më shumë konfuzion. Pra ligji e para punës bën një gjë që është krejtësisht kundër të gjitha parimeve ligjore. Tash unë jam jurist, po gjithë dim që bara e provës i takon akuzuesit. Apo jo, në çdo ligj është standard botnor. Apo jo. Ky ligj është e kundërta. Pra dalon senatorë dhe them që do të them bile, edhe kam dëshirë bëm subjekti i ligjit sot që kam marrë këtu, bara i takon atij që flet. Njeriu që thot atë që beson. Kemi 30 deri në 50% të kuotave mbi bazën e vetë deklarimit gjinor. Flavio, ne e kemi pas sot edhe po shohim situata ku njerëzit, pra fëmijët, njerëzit e deklarojnë pemë, mace. Pra lloj gjëra do fusin mace në parlament neve, edhe pemët. Kjo është ajo që duhet të bëjmë 30 deri në 50%. Me vetë deklarim kemi gjuhën gjithëpërfshirëse. Tash do na mëson me folën e këto. Pra ku unë shoh gjë dhe shoh femrat e mia them që kjo është gruas, ai është burr, domethënë i bit bëm subjekti ligjit domethënë. Sepse ai ofendohet apo ai ofendohet, të tjerë ndryshojnë gjëra, pas janë burr, janë pemë, janë masë të tjerë. Pra ka probleme madhore. Do ketë probleme te kurrikulat e fëmijëve në shkollë. Po synojë fëmijët domethënë. Padyshim. Targeti fëmijët. Këto ligje target kanë fëmijët, edhe pra gjiri i familjes është arma më e fortë sa që kemi ne për të luftuar këtë ligj. Përveç gjonave ligjore që kemi të bëne. Pra ato që tush kontakteve ndërkombëtare, për të vërtetë ne kemi marrë dhe një përgjigje nga ambasadat amerikane për këtë punë, që nuk është e zakonshme. Pra sa mund të thonë që është formale e mos po duk ashtu, sepse aty e citoj specifikisht është kjo kërkesë se ne bëmë letër Trumpit. Kjo kërkesë është protokolluar edhe faleminderit që ngjitet shqetësime për ligjin e barazisë gjinore. Pra si ishte një auto reply, një përgjigje formale. Kështu që ne kemi ndërmend të vazhdojmë këtë betejë dashur, domethënë për ta çu deri në fund sepse këtu rrezikohet ardhmja e gjithë familjeve tona. Në momentin që ju keni bërë këtë kërkesë në kushtetuese, gjykata e ka pranuar? Po gjykata ka shqyrtoj? Gjykata e ka regjistruar marrjen e padis. Okej. Pra duhet kohë që ende nuk është shprehur, po e narkua një dokument shtesë që e çoi avokati atje, edhe është certifikuar si e marr. Sepse në momentin që e pranon padin, pastaj pezullohet automatikisht. E vendos gjykata atë. Gjykata edhe mund ta para shqyrtimit të themelit. Unë jam i sigurt për këtë, po ndjenin time gjykata vendos që e pezullon edhe vazhdon e shqyrton apo e shqyrton duke qenë fuqi ligji. Këtë nuk e di, me thënë drejtën. Okej. Këtë nuk e di. Praktika thotë që pritshmëri nga gjykata kushtetuese shqiptare. Kam pritshmëri për shkak të momentit politik që ndodhet e gjithë bota sot. Pra influenca amerikane sot në botë është, jo keni pa, në Venezuelën janë gjëra që i din. Pra është shpërndar shumë fort në gjithë botën sot. Unë kam pritshmëri dhe kam besim që kjo influencë herët ose vonë do vjedhë këtu. Pra është e pashmangshme. Kështu që unë shpresoj që përveç argumenteve ligjore që janë absolutisht të plota, të thekura dhe janë domethënë ironclad thonë, janë çelik që i kanë bërë avokatë Klodrado edhe Yusuf Sheu, unë besoj që fryma botnore që sot po qarkullon